Përshëndetje. Vetëm se e do fëmijën tënd, nuk do të thotë se bën gjithçka për të. Të kesh vajzë ndryshon. Papritur bëhesh poet, tronditesh nga reklamat me pelena, e zbulon që fjalën princesh e thua më shpesh se fjalën pag. Problemi është që dashuria nuk të bën automatikisht baba ideal. Të duash nuk do të thotë të dish. Dhe baballarët gabojnë shumë. Sidomos me vajzat, jo sepse janë të këqij, por sepse janë njerëz. Kjo video është për të gjithë ata që e duan vajzën e tyre, por s'kan turp të shohin ku po e teprojnë. E para, e do, por je fantazm. Shumë baballarë krenohen, unë punoj 12 orë për familjen time, po vajza nuk do të mbaj mend sa e kishe rrogën. Do mbaj mend që ti ishe aty kur ajo recitonte buburec i vogël jam. Prania fizike nuk është opsionale. Nëse je gjithmonë në telefon, je thjesht baba hologram, që shfaqet në darkë me një si kalove sot në shkollë, të thatë. Psikologjikisht, kjo mëson vajzave se burrat të duan nga larg. Dhe më vonë, ajo mund të zgjedh partner që e bëjnë të ndjej të njëjtin boshllëk. Nuk është e bukur. E dyta, princesha ime. Pa kufi, pa realitet. E quan princesh, i blen çfarë të doj, i hap rrugën sikur po kalon mbretëresha e Anglisë, shumë mirë bën. Po ku ta mësoj ajo që jeta ka kufi? Kur ajo nuk merr asnjëherë jo nga ti, në botën reale shokohet. Kur dikush i thot jo, ose nuk i plotson tekën e saj. Dhe këtu fillon zhgënjimi. Dashuria pa kufi nuk është dashuri. Është prishje me dekor princeshe. Kufi baras dashuri. Edhe pik. E treta, kontroll total. Ti je projekti im. Ka baballarë që thonë, unë di ç'është më mirë për të. Rezulton se më mirë është pikërisht ajo që ata nuk arritën dot. Vajza nuk është versioni përmirësuar i babait. Sa më shumë e kontrollon, aq më shumë ajo mëson të shtiret, të gënjej, ose të shpërthej sa po të ketë lirin. Një baba që e do vërtet, i mëson pavarësinë, që i thot, ky është mendimi im, por ti do zgjedhësh vetë. Po, natyrisht që e di se të lësh vajzën që të zgjedh, të frikson. Pra, mirë se erdhe në prindërim. E katërta, bukuria. Ose nuk e përmend kur, ose vetëm atë përmend. Ekstremi i parë, nuk i thua kur ti je e bukur, nga frika se mos bëhet mendje madhe. Ekstremi tjetër, e përsërit ti je e bukur çdo çast, sa herë që ajo merr frymë. Të dyja janë receta me probleme. Në të parën, ajo do të kërkojë konfirmim tek djemtë e gabuar. Në të dytën, ajo do të mendojë se vlera e saj është vetëm në pamje. Baba i zgjuar e komplimenton për mënyrën si mendon, si sillet, si përpiqet. Bukuria le të jetë vetëm një pjesë e ekuacionit, por jo e gjithë formula. E pesta, dashuri me frikë. Mos dil, mos flirto, mos ri me shoqe, mos atë, mos këtë. Ky është një manual për të prodhuar vajza që e shohin lirinë si arratisje dhe e shijojnë me tepri sa po ajo u jepet. Mbrojtja e shëndetshme nuk është burg, është orientim. Kur i shpjegon pse diçka është e rrezikshme, kur komunikon dhe i beson, ajo bëhet më fort. Kur e mban në kafaz, ajo do të fluturojë me krahët e para që t'i hapen. Shpesh janë krahët gabuar. 6. Ti je hero vetëm kur ajo është e vogël. Kur ajo është 5 vjeçe, ti je një superman. Kur bëhet 14, shumë baballarë thonë, s'ti si ti flas, a le të merret e ëma me të. Gabim fatal. Në adoleshenca është momenti kur ajo ka më shumë nevojë për një model mashkullit të shëndetshëm. Nëse ti zhdukesh, dikush tjetër do mbush hapësirën. Dhe shpesh ky dikush tjetër nuk ka standardet e tua. Prandaj mos u tërhiq, edhe kur të duket e vështirë dhe kur ajo të shikon me sy, ti s'kupton gjë. Bëj durim. Në eshtje ajo e sheh se je aty.
E shtata, projekton ëndrat e tua te ajo. Unë nuk u bëra mjek, do bësh ti. Unë nuk pata mundësi, do e kesh ti. Ti ngullon mirë në filmat motivues, në realitet është barë. Ajo nuk ka lindur për të mbushur boshllëqet e tua. Ka lindur për të qenë vetvetja. Sa më shumë e mbush me pritshmëritë e tua, aq më shumë do të ndjej që kurrë nuk është e mjaftueshme. Mbaje mend këtë. Fëmia yt nuk të detyrohet për sakrificat e tua. Sakrifica është zgjedhja jote. Ajo të detyrohet vetëm për respektin, jo jetë sipas skenarit tënd. E teta, ti je modeli i saj për meshkujt. Nëse ofendon nënën e saj, ajo mëson që ky është standardi. Nëse je i dhunshëm, ajo mëson që dhuna është pjesë e dashurisë. Nëse je i respektueshëm, ajo mëson që respekti është minimumi. Ti mund të mendosh se nuk po i kushton vëmendje, por ajo po filmon çdo skenë dhe ky film do e udhëheq në zgjedhjen e saj më vonë. Pra, mos bëj predikime, thjesht bëu shembull. Fjalët vdesin, modelet mbeten. E nënta, gjithmonë i forti, asnjëherë i ndjeshmi. Shumë baballar mendojnë se duhet të shfaqen si një shkëmb. Nuk qajnë, nuk tregojnë dobësi, nuk kërkojnë falje, por vajza mëson që burrat ose janë shkëmbinj të fortë, ose hipokrit. Në fakt, ajo ka nevojë të shohë se burrat gabojnë, ndihen keq dhe kërkojnë falje. Kjo i mëson empati, i mëson që vulnerabiliteti nuk është turp. Mos ki frikë ti thuash, kam gabuar. Nuk do mbasësh autoritetin, do të fitosh respekt. E dhjeta, mendon se dashuria vetë mirëmbahet. Shumë baballar mendojnë, unë e dua vajzën time, kjo mjafton. Jo, dashuria është si një muskul, duhet ushtruar. Një mesazh, një përqafim, një bisedë, një kafe bashk, nëse nuk e kultivon, shteron. Pastaj çuditesh pse nuk keni marrëdhënie të afërta me të. Pse? Sepse nuk e keni ushqyer. Psikologjikisht, dashuria është proces, jo status. Një vajzë me një baba të pranishëm, të mençur dhe jo kontrollues rritet me vetbesim, me kufi të shëndetshëm, me aftësi të zgjedhë marrëdhëniet e mira, me respekt për veten, me kujtime të mira, jo plagë emocionale. Në fund, kjo nuk është thjesht për të mirën e saj, është e për të mirën tënde. Një marrëdhënie e shëndetshme me vajzën tënde të jep një pleqëri pa dramë, një raport të fortë që nuk shuhet kur ajo bëhet e rritur. Dhe si përfundim do të thosha se dashuria është fillimi, jo fundi. Të jesh baba nuk është të kesh një emër në certifikat. Është të jesh i vetëdijshëm se dashuria duhet përkthyer çdo ditë në prani, kufi, orientim, respekt. Vetëm se do vajzën tënde nuk do të thotë se po bën gjithçka për të. Dashuria është baza. Punimi i përditshëm mbi marrëdhënien është struktura. Mbaje mend këtë. Vajza do të ketë shumë miq, shumë dashuri, ndoshta shumë partner. Por baba ka vetëm një dhe ajo do e mbaj mend si e trajtove, jo si e justifikove. Pra, hiqe atë mitin e babait perfekt. Një babai vërtet. Mjafton kjo për të ndryshuar gjithë jetën e saj. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Edhe në videon tjetër, miru takofshi.